Bismillahirrahmanirrahim. Për herë filloj me emrin e Zotit Madhreshëm, edhe këtë fjalimtimin, edhe ditën e parë të Ramazanit, edhe çdo përpjekje tonë në këtë jetë filloj me emrin e Zotit Madhreshëm dhe kërkojmë për herë ndihmën dhe mbështetjen e Tij. Sot është dita e parë e Ramazanit, përveç tjerash do të kemi çehre të mirë gjatë këtyre ditëve. Nuk është qëllimi me ju bezdis me këto fjalimet tona. Qëllimi gjithmonë është që mu mundu me sjell reflektime të reja përkitazi me kuptimin e Ramazanit. Ramazani na vjen çdo vit, siç e dini dhe siç e jetojmë të gjithë, por lind pyetja: cili është kuptimi primar i Ramazanit? Me një fjalë thjesht, çka do të thotë Ramazan për një besimtar, për një besimtare? Përgjigjet janë të shumta në këtë pyetje, por unë do ta zgjedh një kuptim të veçantë ose një përgjigje të veçantë. Ramazani është kalimi nga gafleti, pakujdesia, në vetdijen për qëllimin e fesë, jo qëllimin e Ramazanit, qëllimin e fesë, pse ekziston feja. Ramazani është muaj ideal që na sjell ndërmend qëllimin final të fesë, kuptimin themelor, synimin kapital të fesë. Pra, Ramazani na kthen te pyetja kryesore: për çfarë është feja? Çka na duhet feja? Cili është roli i fesë? Mos e harroni vëllezër dhe motra gjatë këtyre ditëve qëllimin themelor të fesë, objektivin, arsyeën kryesore pse ekziston dhe pse ka zbrit feja. Qëllimi themelor i fesë është prania e Zotit në zemrën e njeriut. Jo vetëm prani ose vetëm njohje teorike, por ndjesi e gjallë dhe e vazhdueshme e ekzistencës së Tij. Kur kjo prani realizohet, automatikisht lind devotshmëria, sepse një njeri që e ndjen praninë e Zotit në zemrën e tij, automatikisht fillon të kontrollojë gjymtyrët e tij dhe të ndalet nga dëmtimi i krijesave, duke ndjerë, duke besu se Allahu është mbi të dhe mbi këshyra të. A thu, a kanë të gjithë besimtarët nëpër botë sot këtë ndjenjë? A arrin të gjithë ta kapin këtë kuptim? Përgjigjja është jo. Sepse disa prej tyre e kalojnë Ramazanin si rutinë. Flan ditën, rrin natën e zgjuar, shkojnë të ravi si formë shoqërore, pa u prek zemra, pa ndje zemra afërsinë e Zotit Madhreshëm. Prandaj të shumë njerëz Ramazani kalon pa sjell ndryshim të madh në brendësinë e tyre. Sepse kjo puna e hyrjes në Ramazan, kjo puna e agjerimit që e bëjmë ne gjatë këtyre ditëve, kjo mund të krahasohet me një pajisje kur e shtin në rrymë. Okej, e ke fut në rrymë, por nëse nuk e ke shtyp pullën on, nëse nuk e ke aktivizu pajisjen, domethënë nuk është e mjaftueshme veç me shtin në rrymë. Në rrymë është numër 1, pastaj duhet edhe një pullë me prek. Nuk është e mjaftueshme vetëm hyrja në Ramazan, por duhet edhe një pullë me shtyp edhe me bo on, me qenë me plot vetdijen këtë muaj, me ndje afërsinë e Zotit në çdo moment të këtij muaji të bekuar. Prandaj njerëzit e veçantë të Zotit e shehnin Ramazanin si shkputje nga çdo gjë tjetër përveç Allahut. Jo vetëm largim nga ushqimi dhe pija, por largim nga gjithçka që ja largon zemrën e tyre prej Zotit Madhreshëm. Kur njeriu e mrin këtë shkallë, atëherë shkon në punë me sinqeritet, shkon në xhami me përullësi, lexon Kur'an me meditim dhe sillet me gjithë njerëzit që e rrethojnë me korrektësi. Kjo është porosia kryesore. Ramazani është kalimi nga gafleti në praninë e Allahut në zemrat tona. Nëse këtë e realizojmë, kemi fituar kuptimin më të madh të Ramazanit dhe kemi arrit me rikthy themelin e fesë, dhe ai është
prania e Zotit në zemrat tona, edhe gjatë Ramazanit, edhe pas Ramazanit, sepse ky është synimi final i fesë së Zotit Madhërisht. E paqet një ditë këndshme agjerimi, inshallah imani qehiret deri në iftar, e inshallah në iftar uleni të gjithë me familjet e juaja edhe shijoni këtë ditë bekuar, e cila nuk do të kthehet përveç se në ditën e gjykimit.